Po. Patjetër, si mos tjetë. Dakor se që ku ndërhyn ndonjëherë, ke diçka për të thënë, pak të natyrën tënde. Me vëmendje, me shumë respekt. Qartë. Aulon, e ceke pak PD-n edhe PS-n. Nga majoranca kemi ca lëvizje të çuditshme të papritura. Një deputete largohet nga PS, nga grupi parlamentar i PS-s, tashmë është e pavarur, zoti Perin Ndreca ditën e djeshme në një farë mënyrë ka sulmuar. Por edhe këtej nga Partia Demokratike, nga opozita, ma do mendja që i kanë marrë ca leksione. Çfarë po ndodh në dy partitë kryesore? Po, ajo që po ndodh në partitë kryesore është se duke pa ajo nga sheshi se çfarë po ndodh në shesh, edhe aty përcaktohet sigurisht edhe narrativa edhe e ardhmja e Shqipërisë. Ajo që unë mendoj, të gjithë zërat e brendshëm si Partinë Socialiste, si Partinë Demokratike dhe si partitë e tjera politike, sepse shiko, ka një pandershmëri domethënë në të gjithë narrativën edhe aty brenda, por gjithsesi besoj se do kristalizohet edhe kjo rrymë që sulmohen domethënë vetëm disa parti dhe disa parti tjera nuk sulmohen. Unë jam dakord domethënë që këta parti kanë qenë më shumë tim pushtet e tjera, po aty nuk e vendos askush që t'jap pasaportën e pastërtisë dikujt që duhet jetë në protestë. Protesta i përfshin gjithë njerëzit, i përfshin njerëzit me precedent penal, pa precedent penal, ignorantë, të shkolluarit, mendimtarë të mëdhenj, siç është mund të jetë për shembull Taulan Balla etj. Unë mendoj që kjo është fuqia e protestës, masiviteti, nuk është problemi vetëm te disa njerëz që marrin mikrofonin aty dhe artikulojnë bukur ose jo bukur, sepse pyetja ime në këtë rast është që në rast se ne do kemi folësit më të mirë në botë, njerëzit më të kulluar në botë. Se ma do mendja ke vënë re edhe ti. Për shembull ti je përfaqësues apo jo, mund të themi, je pjesë e Partisë Demokratike. Ka thënë ndonjë ty largohu nga protesta? Po si mund të më thotë mu largohu? E shikon që ka diferencë midis njërës figure dhe një figure tjetër. Unë i ka gjithë dhe me shku në protestë, o Ilir, e kupton, sepse këto janë fakt tezat e opozitës. Po më kupton se çfarë po them? Ka protestuar opozita. Aulon, më the duhet jenë gjithë, nuk duhet ketë ndalime etj. Populli tashmë i njoh. Populli tashmë i njeh ata që kanë kontribuar për keq në këtë vend dhe ata që kontribuojnë për mirë. Mora shembullin tënd, të ka thënë do kush ty largohu nga protesta, nuk të duam këtu. Ose ulonin burg. Ose ulonin burg, për shembull, thot Klementini. Abram, kthej një përgjigje tani se. Jo, po ta kthej pra përgjigjen. Jo, e kisha fjalën Ilir, nuk e kisha te personale, e kisha në parim dhe duke marr parasysh protestat që kanë ndodhur në vende të tjera. Po Aulon, se aq jemi ne. Jo, në kuptimin më të gjo pak, sepse besoj se do ta kuptosh se çfarë po them. Jo, jam i qartë unë. Nuk kanë ndodhur vetëm në Shqipëri. Protesta kanë ndodhur edhe në Greqi, kanë kërkuar Ciprasit me ikë, edhe Cipras i dha dorëheqjen në moment dhe pastaj fitoi zgjedhjet. Pra mundon dhe kështu, t'jap kryeministrit dorëheqjen, se nuk është një çudi e madhe. Futet zgjedhjet dhe fito prap zgjedhjet. Pra, kjo është ajo që duhet ndodhi. Te turma, prandaj quhet turma dhe duhet me lexuar edhe psikologjinë e turmave dhe me kuptuar se ç'a ndodh. Në turma futen gjithë njerëzit për me protestu. Unë jam dakord te protagonizmi. Pra, kjo shtrohet e protagonizmi, por nuk mund thush ti dikujt që të futesh në protestë apo mos futesh në protestë. Kjo ka lind ato që quhet policimi i protestës. Pra, duhet jenë ca policë aty të cilët thonë ti ke drejt më fut protestë, ti nuk ke drejt më fut në protestë. Dhe këtë thirrje unë e kam për masivitetin, nuk e kam thirrjen as për PD-n, as për PS-n, as për një parti tjetër. Kjo është thirrje për masivitet, sepse në rast se ne do përjashtojmë njerëzit nga protesta, do t'i kompleksojmë njerëzit dhe duke ju thënë që ju nuk duhet dilni në protestë, atëherë protesta do dobësohet. Ndërkohë ne na duhen numrat. Unë po ju thoja pak më herët, të kemi folcat më të mirë në botë, por mos kemi qytetarë në shesh, atëherë çfarë kuptimi ka protesta? Do diskutonim ne për këtë çështje, ne thjesht do diskutonim për sa orator që flasin bukur. Ndërkohë këtu sot ne nuk jemi për me fol për ata që mbajnë fjalë.